Tu në Shqipëri, ne kemi një shtet izraelit, po jo vetëm një shtet izraelit, Izraeli tashti është futur kem kryq në Shqipëri. Më përpara akoma të tëra fuqitë e huaja këtu kanë bërë çaju ka dashur qefi. Miq të Piskut, ju përshëndesim, uroj që t'jeni mirë dhe ja kur i takohemi sërish me profesor Lugën dhe me udhëheqësin, heroin e kombit shqiptar siç është Gjergj Kastriot Skënderbeu dhe siç e kemi vendosur bashkë me profesor Lugën që do të jetë busulla e gjithë shqiptarëve. Atë punë se çka ka bërë ky njeri, do të jemi ne ata që do ta ndjekim në format tona për të mirën e këtij vendi. Lexoj zoti Aldin. Çka ka të reja domethënë rubrika Shoqata e prokurorëve shpreh shqetësim për gjuhën e urrëties ndaj magjistratëve. Praktika abuzive dhe e kishte fjalën për ty, që më lë mua të flas këtu. Okej. Dëgjojnë çik këtu tani. Siç e lexoi Altini, po i themi dy fjalë të vogla, shoqata e prokurorëve dhe gjyqtarëve, në përgjithësi më shumë çik prokurorët se sa gjyqtarët, kanë shprehur indinjatën e tyre se në publik, në media është duke u zhvilluar një gjuhë urrëtie ndaj tyre. Tani një çik më tepër se të tjerët në këtë drejtim jam shprehur unë. Po do ta themi anë se s'bën. Në urrëtien time janë të përfshirë të gjithë ata që kanë kryer vepra të mirëfillta penale duke marrë vendime që nuk kanë asnjë lidhje me ligjin dhe me provat. Të tërë të tjerët, kushdo qofshin, që e kanë kryer detyrën e tyre sipas ligjit dhe që kanë respektuar kushtetutën, që kanë respektuar ligjin, që kanë respektuar qytetarin në të drejtën e tij, le ta ndjejnë veten krenar për ushtrimin e detyrës së tyre. Të tjerët të jenë të sigurt se urrëtien e kanë pak, e kanë vendin në burg, me ligj. Kështu që ato përrallat që ne e ndjejmë veten të dëmtuar në imazhin ton, se na pas ka urrëtie, të jenë të sigurt që urrëtien e kanë pak. Për një pjesë atyre. Po pra, ata që nuk bëjnë detyrën sipas ligjit dhe sipas provave, po mundohen me të tëra forma për të nxjerrë përfitime për vete dhe gati, po disa prej tyre janë gjobvenës të vërtet. Tashti po viktimizohen për këtë? Po viktimizohen pra, duan kjo është një kundërsulm. Për ta paraqitur veten se ata nuk kanë faje, se po bëjnë detyrën, se po i përkushtojnë këtij vendi, se po sakrifikojnë. Tashti unë nuk dua t'i them ca gjëra se shumë prej atyre njerëzve e din shumë mirë që unë i njoh me rënje me dhëmball, e di ç'a bëjnë edhe kanë me mira dosje atje në shtëpi, mbi 10.000 faqe dhe në mënyrë të veçantë ata kanë si thua në karakterin e tyre jo vetëm kundërvendjen, po akmarrjen e drejt për drejt. Nëse ti kundërvihesh brenda ligjit, brenda provave, kërkon të drejtën tënde dhe ju përmend emrin dhe i thua që filani ka bërë këtë, ata direkt e kanë akmarrjen. Tani, unë do them dy fjalë edhe për seancën e para 3 ditëve në gjykatën e Durrësit, ku unë kisha paditur shtetasin Leonard Filopati me detyrë prokuror në prokurorinë e Tiranës për veprat penale të fyerjes dhe të shpifjes, e ka marrë gjykata dhe është saktuar gjyqtar Xhevdet Lika. Xhevdet Lika, kur më ka prur ftesën mua që të paraqitem në gjykatën e Durrësit për të mbrojtur padinë time kundër Leonard Filopatit, në fakt unë sapo kisha marrë një vendim të Xhevdet Likës pikërisht për Filopatin. Në bazë të ligjit procedurial nenet 15, 17 dhe 18 kodit procedurës penale, unë kërkova që Xhevdet Lika të përjashtoj nga ky gjykim, sepse ai tashmë kishte dhënë një vendim në favor të Leonard Filopatit. Po gjyqtarja që e mori ankesën time kishte pyetur Xhevdet Likën dhe Xhevdet Lika ishte përgjigjur s'ka arsye. Do të thënë ai e kishte dhënë një vendim. Dhe do jepte prapë një vendim për të njëjtin person për të njëjtat gjëra. Çdo të thotë s'ka arsye. Kur ligji thotë nëse gjyqtari e shpreh një herë, ai nuk mund të shprehet prapë. Ka dhënë vendim ai. Jo thjesht e shprehur me fjalë apo me konsiderat apo me thjesht një mendim, po me akt të mirëfillt ligjor, me akt gjyqësor. Dhe ai
ka filluar seancën dhe direkt kur ka filluar seancën ka filluar të shprehet, domethënë në fytyrën e tij është shprehur qartë nënqeshja, përqeshja. Domethënë, të gjitha ato që thosha unë, zotëria nuk donte t'i konsideronte fare, sepse ai e dinte situatën. Një dhe e dyta. Në gjykatën e Durrësit kanë ardhur, sepse një seancë të mëparshme gjyqtari nuk e mori fare, domethënë e pezulloi, sepse priste prokuroren e caktuar për çështje në bazë të nenit 59.2 të Kodit të Procedurës Penale, ku prokuroria dërgon një përfaqësues të vetin, i cili sipas rastit mund të shprehet që çështja pezullohet, domethënë pushohet, ose merret një mas më e rëndë. Dakord? Tani, gjatë gjykimit, prokuroria pa me sytë e veta që dosja që ishte administruar nga Leonard Filopati me vendim numër 2365 të vitit 2023, çka kishte bërë? Kjo dosje nuk ishte Leonard Filopatit. Domethënë, vendimi është 2365, po shortimi është për numrin 2931. Dhe prokuroria e pa me sytë e vet dosjen e plot direkt siç kishte ardhur nga prokuroria. Në atë moment prokuroria duhet kërkonte me njëherë pushimin e seancës dhe të merrte në arrest Leonard Filopatin, sepse rasti ishte direkt i dukshëm. Po ç'a bën? Në vend që të menin këtë, gjyqtari gjatë gjithë seancës u mundua të mos më lejonte të flisja dhe të thosha të gjitha ato çka kisha për të thënë në adresë të tij, po përkundrazi, nga ana tjetër merrte parasysh kërkesat e prokurorit, e avokatit të prokurorit, që është Afrim Shehu. Dëgjojeni mirë. Afrim Shehu ka qenë në atë strukturë, në strukturën e Durrësit. Ka qenë prokuror atje. Afrim Shehu ka marrë në korrik të 2023-shit kallëzimin tim që në fakt e kisha dërguar Spaku dhe Degdisi në Durrës, dhe bëj fjalë për prokurore Mariola Mërtirin. Dëgjoni këtu. Mariola Mërtiri është kunata e Mirel Mërtirit që ka grabitur Shqipërisë 430 milion euro. Dhe unë në kallëzimin tim kam thënë që Mariola Mërtiri ka qenë pikërisht ajo që i ka mundësuar grupit të Klodian, se ashtu e ka Klodian Mërtiri apo Mirel Mërtiri, i ka mundësuar që të zhvasin këto 430 milion euro. E kanë quar në Durrës dhe dëgjoni mirë. Sot Afrim Shehu ka dhënë vendimin për mos fillimin e hetimit kundër Mariola Mërtirit, dhe të nesërmen ka qenë transferuar në Tiranë. Direkt. Korrupsion direkt. Drejt për drejt. Dhe çka ka ndodhur? Ndërkohë që ky jepte mos fillim, unë e kisha ankimuar edhe në ILD dhe në kolegjin e posaçëm të apelimit, dhe ajo urrëzua me të njëjtat kërkesa që kisha bërë unë. Tani, përveç kësaj, se ja përmenda edhe në gjykat, dhe do t'i bëj kallëzim penal, kjo nuk diskutohet, zotëria ka dhënë një tjetër vendim kundër një përmbaruesi, kushuriri atyre atje, lloj fisit gruas së Gencekos, të paktën kështu thuhet, i cili ka bllokuar llogarinë time bankare me një vendim të blerë në mejhane, nuk ekziston vendimi. E ka shpikur. Unë, vendimin që ka prur ai, me të cilin më ka bllokuar llogarinë bankare, e kam kërkuar në gjykat dhe nuk ekziston. Kam marrë dhe shkresun që nuk ekziston. Dhe gjykata shkallës parë e ka kërkuar që të regjistrohet procedimi penal kundër tij. Unë kam 4 herë që i kërkoj gjykatës apelit që të konfirmoj, domethënë të marrin në shqyrtim dhe pastaj të vendosin mbi atë vendim që ka dhënë gjykata e shkallës parë dhe nuk lëviz gjyqtari. Janë 3-4 gjyqtarë që nuk lëvizin, se e din që provat janë të tilla që ata duhet shprehen patjetër në favor tim. Dhe ç'a bëjnë? Ata presin tani. Presin në mënyrë që të gjejnë mundësinë që të përfitojnë sa më shumë. Domethënë kjo është gjendja. Gjyqtarët, sidomos kohët e fundit, kanë filluar të jenë harbut të mirëfillt. Nuk duan që të thuan ato faktet në gjykat, bile nëse ndikush e mban mend, në rastin e Sokol Shehut në gjykatën e Tiranës për çështjen e 400.000 eurove, zotëria thoshte mos përmend emra. Qysh mund të bëhet gjyqim mos përmend emra? Që flasim në Havane?
Atje ka një kallëzim, ka një kërkesa bëhet për një objekt caktuar kundër një personi apo disa personave të caktuar, s'mund të jenë pa emra. Nuk mund të zhvillohet një gjyq pa një ngjarje konkrete, pa persona konkret, pa data, pa vende, pa më the, pa thash. Këta duan domosdoshmërisht që unë mos i shpreh ato në gjykat, sepse në gjykat ato do të incizohen, do të regjistrohen dhe unë do t'ja bëj të njohura publikut. Ju jeni, unë tashmë ja u thash ju faktin që prokurore Elfrida Bregova, që mori për shqyrtim kallëzimin tim kundër Edi Ramës, ka shkruar që i firmën ti që nuk do ta bësh publike dosjen. Po pse? Po pse të mos bëj publike një dosje që është publike? Domethënë nuk është se këtu ka ndodhur një gjë në një cep të humbur të Shqipërisë, nuk e ka parë njëri e tjerë. Diçka private. Edhe derisa të merret vesh, nuk është mirë që ti të flasësh. Ky është një fakt publik që e ka marrë vesh gjithë bota. Ai është mburur me këtë. Dhe vazhdon mburret akoma. Dhe vazhdon mburret akoma. Se si i lajthitur që është, natyrisht mund të vazhdojë të mburret akoma. Domethënë Forta është që për ironi dhe për gjithë të, domethënë që është një situatë sa tragjikomedi. Po. Që ai qesh me këto, domethënë. Ai qesh vazhdon akoma, ka bërë gabim. Po qesh se s'mund të qaje, e di që duhet të qaj, po shumë i rënd që bën, por me këto që themin ne, jo vetëm ne, po që çoku thon disa të tjerë, thotë po janë qesharakat ata që flasin tha kundër Shqipërisë, tha kundër politikave që bëjmë ne, tha. Jo, ti mos i ngatrojnë gjërat tjetër të flasësh kundër Shqipërisë, se kundër Shqipërisë po flet ai me aktin e tij. Po këtë po them. Mos i ngatrojmë gjërat. Ne kemi bërë shumë gjëra të mira, thotë, po ka njerëz që nuk na njohin meritën. Jo, nuk kemi çfarë merit të njohim ne atij. E vetja merite e tij është gjobvenia. E kupton? Korrupsioni masiv që ka mbjellur këtu, fakti që gjysmë e Shqipërisë tani është në duart të huajve, fakti që gjysmë e shqiptarëve kanë ikur nga vendi i tyre dhe vazhdojnë të ikin. Vazhdojnë edhe ka nga ato analizat që bëjnë thirrje, iknin nga Shqipëria, po nëse sjellin mirë nuk e di, e ke dëgjuar apo jo këto kohë të fundit. Është shtuar shumë ky zëri që thonë që nëse si ju pëlqen, nëse nuk pëlqen Shqipëria, po iknin vend tjetër, iknin ande. Dgjoj, normal që të thuhet njeriu që ai e ka të drejtë të zgjedhë, çdo njeri ka të drejtë në zgjedhjen. Po nxitja dhe format e tjera që në një mënyrë apo në një tjetër e detyrojnë njeriu të largohet, janë veprimtari kriminale, bile veprimtari tradhtie. Ajo është pikërisht ajo që po bën Edi Rama. Ai po bën një veprimtari të mirëfill tradhtie për ta çberë këtë kombë dhe këtë vend. Mos i ngatrojmë gjërat. Dhe gjyqtarët me që po i përmendim dhe prokurorët të cilët pretendojnë se ka një gjuhurrejtje, kjo gjuhurrejtje është ajo që meritojnë të gjithë ata që shkelin dhe më keq, që shkelin ligjin, më keq se diskutohet, unë tërë kam kallëzuar. E kupton? Unë kam bërë veprime konkrete ligjore, ja thash edhe gjyqtarit atje, do ketë pasojë, thash unë ligjore, se më tha gjyqtarit çfarë pasoja, ligjore i thash, kesh i sigurt. Mendoj, e ka me gjithmonë me atë, duan të hidhen sulm për të mbrojtur. Gjithçka duhet. Se s'po bën presion, nuk do merret as për ty. Unë kam kërkuar, unë kërkova dhe insistova sepse Leonard Filopati ka vazhduar të gënjejë të mashtrojë gjithkohë. Po, ata janë banditë. Prit, dhe ata kanë vazhduar me këtë lloj sjellje kundër meje, që është thjesht grabitje. Në thelb është thjesht grabitje dhe gjyqtari ka ndërprer seancën dhe ka kërkuar, ka thirrur forcat e sigurisë të më të bojnë nga salla, pikërisht kur unë i drejtoja Filopatit vendimin e formës prerë. Ku i thosha, zoti Filopati e njeh këtë ti? Se zoti Filopati çka ka bërë? Ka kërkuar një pushim të një procedimi që ka shpikur vetë. S'ka fare lidhje me atë që ka thënë gjykata. Kupton ti? Po me marifet e ka insinuar sikur kjo është baras me këtë. Kupton? Deri atje marrosja e tij sa shkruan që unë shfuqizoj vendimin e formës prerë, sepse kjo është në kuptimin e mirëfillt marrosje. Se edhe më ignoranti i kësaj bote e di që një vendim i formës prerë nuk ka perëndi që shkull nga vendi, jo me një prokuror. Ata mund ta shfuqizonte gjykata e lartë nëse prokuroria do kishte bërë kërkesë për ta shfuqizuar. Po prokuroria nuk e bëri, se kishte bërë dy herë të tjera dhe ishte hedhur poshtë. E kupton? Tani
Edhe njerë duhet të përsëris, ta përmbledhim, gjyqtare prokuror të nderuar dhe të urrejtur si pas kategorisë. Kush bën detyrën, i nderuar, i respektuar me të gjitha. Kush nuk e bën detyrën dhe akoma më keq e bën atë në të kundërt ligjit në mënyrë të ndërgjegjshme dhe me qëllim përfitimi, gjobvenie, korrupsioni, shantazhi çfarë duash ti, është njeriu më i urryer dhe pak e ka. Ti jeti sikur pak e ka, se unë nuk do t'i ndajem në jetë jetëve derisa ti çoj gjërat në vend. Kështu që mos u viktimizoni kot për të mbrojtur, nuk ka asgjë me Ska asnjëri nuk ai që është i qetë në vetveten e vet dhe nuk është i përlyer, nuk ka, po. Ti jetë mos e krenar për qenin e vet. Në misionin e tij për të qenë një shqiptar patriot. Mos e krenare, mos e i respektuar për atë që bën. Të tjerët, ata që dhunojnë ligjin dhe që dhunojnë njerëzit kudo që janë, ata që gjenë më të dobët, më të pambrojtur e tjera, janë pak të urryer, është pak të thuash të urryer. Kalojmë te tjetra. Kalojmë te kjo tjetra, për sa i përket marrëveshjes, mos marrëveshjes që u bë takimi midis delegacionit të Amerikës në Pakistan edhe bashkë me këtë të Iranit për të arritur një marrëveshje pas harmbushimit nga kur i them këto fjalë nuk duken të besueshme. Si lexove të 21 orë, domethënë, u mblodhën këto për të takuar, për të mos u dakordsuar, për mos rënë dakord, domethënë. Altin. Ti e mendoj që do ndodhte? Po Altin, pse na lodhë Altin? Mirë, miq, ju përshëndet. Dgjoj këtu. Në serinë e parë të këtij filmi, ti më pyete mua që ai Trumpi do bëjnë namin, Irani e ka punë të keqe tjera, e mban mend çfarë thashun? Ma the dhe para disa ditësh për i përsëritë prapë. Ta përsëritë, atëre. Irani me nder nuk e çan fare, nuk e rruan fare çfarë thon amerikanët. Ti je i sigurt për të. Tani unë do t'ju bjej një dy fakte këtu që ti kuptonin çik më mirë. Këto fakte janë nga analistë, nga më të mirët në botë ushtarak dhe në pjesën më të madhe janë amerikanë. Domethënë janë ata njerëz që besojnë se Amerika sot është në duart më të keqe të mundshme. E kupton? Dhe që po shkon drejt katastrofës. Tani, jo më larg se para 3 ditësh, 2 ditë më duket. Iranianët kanë bërë një sulm me rreth 1000 raketa. Po raketat, si thua, të niveleve të ndryshme. Kanë marrë pjesë rusët dhe kinezët. Iranianët kanë vënë në dispozicion 650 raketa. Të tjerët pas kanë qenë në përgjithësi ruse, kinezët e kanë bërë, domethënë, transportin e mallrave ushtarak prej kohësh vazhdojnë sjellin në Iran. Por ajo që ka qenë gjëja më kryesore në këtë sulm ka qenë koordinimi i jashtëzakonisht perfekt i sulmit, i disa sulmeve të përshkallëzuar, ku rusët kanë marrë pjesë jo vetëm me raketa, po edhe me mbështetje logjistike, duke ofruar këto në bazat e tyre në Siri, dhe sulmi ka filluar vetëm 18 minuta pasi rusët kishin instaluar gjithçka që ju duhej për atë akt, domethënë për atë veprim ushtarak, për atë sulm. Ndërsa kinezët kanë pasur pjesën kryesore sepse kanë nxjerrë jashtë loje GPS-in amerikan. GPS-i amerikan nuk punon me dhe avionët izraelit dhe amerikan që operojnë në atë zonë janë tamam në gjendje qore, nuk shikojnë dot gjë. Ky është një sulm i jashtëzakonshëm, i gjithanshëm, duke përfshirë, domethënë, si thua, materialin shpërthys, materialin goditës dhe materialin mbështetës. Një konfigurim i aseteve të orientimit dhe të koordinimit në mënyrë perfekte, por që ka asgjësuar ata amerikane dhe izraelite. Domethënë, amerikanët tash e kuptojnë që në fakt ata nuk kanë me asnjë fjalë për të thënë në atë zonë. Dhe analistët flasin që tani Irani do të jetë mbizotërues në atë zonë. Çfarë thashun para se të fillonte lufta?
që Amerikanët do marrin një shqen byllëve dhe do ikin nga ajo zonë, sepse tani nga 17 baza që kanë pasur në atë zonë, 13 janë asgjësuar fare, dhe janë një 3-4 që Të ikim sot, ikim nesër, tërhiqen? edhe sikur mos ikin do rinë urt, se s'kan qa bejnë, që të mos pësojnë edhe një tjetër të zhduken fare, dhe po ashtu Izraeli që tani është në ditën e tij më të fundit, në kuptimin që ka vetëm 2 zgjedhje, ose të pranoj paqen me kushtet e Iranit, që do të thotë nuk duhet sulmoj me në Liban, nuk duhet sulmoj me në Palestinë, natyrisht nuk duhet sulmoj me në Iran, e më the tash, dhe nga ana tjetër Irani do vazhdoj të kontrolloj ngushticën e Hormuzit, që do të thotë do të vazhdoj të kontrolloj paran, gjithë mallrat që vinë aty dhe që janë një domosdoshmëri për botën e sotme. E kupton? Domethënë, ashtu siç unë e kisha parashikuar, dhe ashtu siç shumë të tjerë e kishin parashikuar, që me të vërtetë duan Amerikën. Nuk duan vetëm veten, duan Amerikën. Po jo këtë që po ndodh në Amerikë, jo këtë politikë që po ndodh në Amerikë. Po pra, ata duan Amerikën, nuk duan Trumpin. Ne jemi ata njerëz që e dim çdo të thotë tradhti. E kupton? Amerika është në dorë të tradhtisë. Amerika është në dorë të dikujt tjetër. Përderisa nuk është në dorë të amerikanëve, përderisa aty kanë futur undët izraelitët kudo, Amerika është në dorë të tradhtisë. Amerika është në dorë të njeriu. Amerika është në dorë të njeriu gjysmë të shmendur, për mos thënë të shmendur fare, sepse janë edhe mjek që flasin me kompetencë, që thot ai ka humbur komplet logjikën. Ndoshta ai ka një skenar më burr Trumpi, ndoshta ka një skenar për të bërë skenarin në këtë pikë. Ai ka skenarin që të duket sikur po i përgjigjet atyre, por ndërkohë që i dëmton ato. Ai ka skenarin, më falni, ai ka skenarin e leshit. Ashtu. Dhe për mos thënë edhe faktin që ai është në degradim shëndetësor të plot, qoftë mendor, qoftë fizik. Nga ana tjetër, ai vazhdon të mbahet në kamp me ilaçe që psikotrop, që mjekët thonë që është edhe arsyeja pse ai e lëviz në mënyrë të kontraktuar nofullën. E kupton? Sepse ai është duke përdorur ilaçet, ndoshta edhe në mënyrë të tejkaluar si dozë, për të mbajtur veten ngjallë, për të mbajtur aktiv në politikë. Fakti është që gjitha që shikoni bisedime, iranianët janë më së të ndërgjegjshëm që amerikanët dhe izraelitët janë mashtrues, nuk i përmbahen fjalës. Në këtë takim për marrëveshje. Shiko. Hajde Amerika, për të shkuar për të pikat që po thuat. Dgjoj, iranianët janë njerëz jashtëzakonisht të zgjuar, le ta themi këtë. Dhe ata e din që përveç përplasjes ushtarake, ka dhe përplasje diplomatike. E kupton? Domethënë, nesër pas nesër, iranianët, mendoj unë, pastaj ata kanë mendjen e tyre. Nuk duan që nga komuniteti ndërkombëtar, në OKB apo kudo që t'jenë mbledhje të nivelit ndërkombëtar, të ngrihet dikush të thotë që juve nuk donit paqe, ju donit patjetër luftë. Jo. Ata shkojnë atje dhe shikojnë, janë terma të pranueshme për ta? Ka logjik brenda? Ka, nëse ka, po, nëse s'ka, ikim. Dhe është fakt, dëgjoj këtu, dhe është fakt, para se të fillonte sulmi i datës 28 shkurt, ashtu si edhe ai i vjeçmi në qershor, është fakt që amerikanët dhe izraelitët fillojnë sulmin në momentin që atje bëhen bisedime. Kjo është tradhti e pastër. Domethënë është prishje e qëllimshme e bisedimeve, sabotimi i qëllimshëm. Dhe iranianët e din shumë mirë këtë, prandaj ç'a bëjnë? Ata shkojnë atje, dërgojnë njerëzit e tyre atje, po ndërkohë ata e din që nga pala tjetër nuk ka sinqeritet. Po mirë, ç'ne që në këtë delegacion amerikan shkon J.D. Vance, ky Jared Kushner, edhe se kishte një tjetër prapo. Po Jared Kushner dihet që nuk është gjë tjetër veçse aseti i Izraelit. Izraeli, po. Edhe një tjetër po ashtu. Edhe Witkoff po ashtu. Witkoff po, si s'po. Shiko këtu. Amerika është e sunduar nga Izraeli. Dhe nëse mban menti para 2 javësh kur ishte, unë të thash me shaka, po unë kam një dozë të madhe sinqeritetin atë që thash. Irani do shpëtoj Amerikën. Irani po ndërgjegjëson Amerikën që Izraeli është futur në institucionet e tij dhe po e shkatërron vetë Amerikën.
Izraeli nuk e kupton këtë gjë, domethënë që Izraeli Irani po ndërgjegjësohet Amerika dhe po kuptohet bota se çfarë Izraeli në të vërtetë. Po Izraeli nuk e ka pritur një gjë të tillë. Unë të thash edhe këtë tjetrën ty radhën e parë, para gati një muaj që atje sundojnë budallënjt. Ku në Izrael? Në Izrael. Dale këtu. Dhe do ta them me plot gojë dhe kam thënë shumë kohë më parë unë që komuniteti i inteligjencës është bërë komuniteti i idiotëve. Sepse ata mendojnë vetëm atë që shikojnë vetën. Ata thonë ne kemi kaq armatime, kaq raketa, kaq avion, kaq GPS, kaq satelit, kaq kështu, kaq spion këtu, kaq spion këtu, këtu kemi kapur këtë, këtu kemi rekrutuar atë etj. Po ata nuk janë të zotrit të shikojnë ç'a po bën ana tjetër. Që iranianët nuk janë vetëm. Plus ata kanë inxhinier të përsosur, kanë ushtarak të përsosur, dhe mbi të gjitha kanë njerëz me atë dashuri të përsosur. Duke lidhur me këtë siç ka thënë, që analizuam dhe kemi analizuar për shkak të situatës në botë, lidhe me Iranin dhe Izraelin dhe Amerikën. Qëndrimi jon ka anuar jo se ne kemi një interes për të mbrojtur Iranin, por është në interes, le të themi, të gjithë botës, siç ka po ndodhur kjo luftë atje që po përshkazon, le të themi, vështirësitë ekonomike dhe e tjerë, edhe politike, diplomatike në gjithë botën. Flitet që ka dalë një lloj urdhri që njerëzit që kanë dalë në mbështetje të Iranit mund të arrestohen nga shteti shqiptar. Po shteti shqiptar është, më fal për shprehjen, ai që është. Se shteti shqiptar nuk e ka problemin me Iranin, e ka problemin me veten. Qa thamë në deri tani? Këtu nuk është puna se ne po shprehemi, ne nuk po shprehemi në mbështetje të Iranit. Mos i ngatrojmë gjërat. Prandaj e theksove edhe se ne kemi simpati për Iranin. Jo, mos i ngatroni gjërat. Një mbështetje ime është për çdo popull që lufton për lirinë e vet. Një. Domethënë, po them ndryshe, unë jam kundër çdo agresioni. Çdo agresori. Tjetër, e dyta. Që kuptohet faqeqartë që po themi ne po duan ta njollosin. Jo, e dyta. Ne nuk po flasim sot për Iranin se na plasi barku për Iranin etj. Ne po flasim që të mos i bëhet dëm Shqipërisë. Këtu në Shqipëri ne kemi faktikisht një shtet izraelit, po jo vetëm një shtet izraelit, Izraeli tashti është futur kem kryq në Shqipëri. Më përpara akoma të tëra fuqitë e huaja këtu kanë bërë çaju ka dashur qefi. Këto fjalë që unë po them sot nuk kam një shekull që i them. Kam të paktën 20 vjet. Sa shekull se është bëj pyetje kështu nëpër se vetë sa punë, vetë që keni të pyetje vajzot. Ti keni të pyetje vajzot. Domethënë, ti ngatrojmë gjërat. Njerëzit që sot të mos i ngatrojmë. Njerëzit që sot pastaj si i vëmendshëm kur flet Engjëlli, shef kështu për Laraska thonë. Shiko këtu. Laraska i shoh se është ndryshe të thuash roft Irani, më the tash ku dëgjon ça, apo t'i japësh informacione Iranit për të sulmuar Izraelin apo Shqipërinë etj. Ndoshta ka nga që shteti jonë është pozicionuar, pra politika, jo shteti jonë, pra jo qytetarët, por politika është pozicionuar krah dhe ka shpallur Iranin shtet terrorist edhe për ne të tjerë që mendojmë diçka ndryshe. Shiko këtu, dëgjoj këtu. Unë do t'i ftoja të gjithë ata që mund të arrestohesh për të qëndrim po jo, budalli që këtyre. Ai do arrestohet, mos do arrestohet, do të merret mas kundër Edi Ramës për tradhti. Shiko, në gjuhën e ligjit quhet kapitullim. Kur një i pari i vendit ulet në gjunjë para të parit të një vendit tjetër, ai ka shpallur kapitullimin. Domethënë, ka kry punë. Ai ka tradhtuar këtu, ju ka thënë shqiptarëve për kuluni. Ai le të shikoj këtë se është shumë e domosdoshme që njerëzit të kuptojnë se në çan është patriotizmi. Le ta themi kështu me fjalë shumë të thjeshta. Ne po kërkojmë që shqiptarët të kthehen në vendin e tyre dhe që të kthehen në vendin e tyre duhet që ky vend të ketë, domethënë, të mos ketë një anshmëri. Të mos sundojnë ca të tjerë të shtypen, të dhunohen, të poshtrohen etj. Dhe nuk e di unë në vend të kushtetutës Edi Rama thotë që mos e thuaj këteti se nuk na duhet ne na prish me Europën. Jo, në asnjë vend nuk është thënë na prish me Europën. Europa është një bashkësi vendesh me të njëjtat të drejta, me të njëjtin status atje në tavolinën e rumbullakët të Brukselit. Jo Italia më lart, Shqipëria më poshtë, Greqia më poshtë, Franca më lart. Jo, janë të tërë njësoj. Pastaj
Dikush kontribuon më shumë, dikush kontribuon më pak, po në anën morale ata janë të trajtuar njësoj, si shtetasit e një vendi që trajtojnë njësoj para ligjit. Pavarësisht pasaj se dikush ka më shumë, dikush ka më pak, dikush me zotësi kontribuon më shumë, dikush kontribuon më pak. Dhe Edi Rama duhet i vek gishtin kokës kur e shikon që ky vend është zbrazur. Dhe para se ai të hidhet në akte idioteske të sulmeve për tradhti, ai duhet të shikojë që të tëra pasuritë më të rëndësishme të vendit kanë kaluar në duart të huajve. Kjo është tradhtia. Dhe kjo është tradhti e pastër fare. Kjo është tradhtia. Kjo është tradhti e pastër fare, këtu s'ka kandar qeze. Ku ka gjetë guximin që të shpreh këtë gjë që do arrestoj unë, Shiko këtu. Nxjerr urdhër arreste ose mbikëqyrje për t'i arrestuar njerëz që mbajnë qëndrime pro Iranit. Atëre sa për mbikëqyrjen më fal për shprehjen, mua të më ashtu atë, sepse ka 18 vjet që policia shteti dhe sigurimi, domethënë shërbimi informativ që është në dorë të tij, të tyre, të Sali Berishës, Ilir Metës, e Dramës e ca të tjerëve, që mua nuk më lënë sekond pa më përndjekur, sekond pa më përgjuar. S'ka gjë timen që nuk e kanë ata. Deri në qindarkën e fundit ata e din ç'a prishun e ç'a marr. Kështu ç'a do bëjnë më tepër atë se kaq. Fusim mren. Më ruajnë atë. Po, e ke përsëri shumë herë sot. Tani, jo, se duhet ta përsërisun se njeriu shqiptarët duhet. Nëse nuk nxem mend do ta përsërisim prapë. Dëgjoj këtu, shqiptarët duhet kuptojnë një gjë që ora lexojeni atë drejt ligji. Se thot qartë ai se kush është fajtori. Njeriu duhet bëjë një faj që të merret i përgjegjshëm para ligjit dhe para gjykatës. Sot është ai se çka thotë Edi Rama. Jo. Jo, sot këtë kështu e shoh Shqipëria. As të mos e ndoroj, sepse Po foli Rama është ligji vet domethënë. Po pa Rama atë gjithë. Të jeti sigurt që shiko këtu, të jeti sigurt që atje në Europë nuk janë aq budallëj sa të vjen kaq ashiqare në urdhrat e një gjatoshi këtu që lanë lyen njerëzit e korrupton nga parshe mbrapsh. Po të mos harrojmë që atje në Amerikë po bëhet njëra dhe ata vazhdojnë të kërkojnë çdo ditë që ta marrin zvarr për bythësh atë Donald Trumpin ta hedhin për jashta. Dhe Netanyahu natyrisht atje në Amerikë janë është të paktën 3 çereku i vendit kundër Netanyahut. Edhe në Spanjë kishin bërë atë, kishin bërë si formë kështu tip baloni, Netanyahu kishin vënë. Atëre sa për dieni, jo vetëm në Spanjë. Në Spanjë po, pra, nuk diskutohet. Po mos harro që janë shumë vendet e Europës që po i dëbojnë me paketë të gjithë izraelitët që vënë, po pra, sidomos ata që dihet që kanë qenë ushtarë të ushtrisë, të IDF-s dhe të Mossadit. Nga ana tjetër ka organizata të tëra të drejtave të njeriut që i përndjekin e izraelitët që kanë qenë pjesë e ushtrisë dhe pjesë e shërbimit informativ, qoftë Mossadit, qoftë Shimbetit në Izrael. Për vepra të tmerrshme kriminale që ata kanë bërë. Edi Rama duhet ketë parasysh një gjë, që të bëhesh me një shtet apo me një njerëz si Netanyahu dhe të pranosh që vriten njerëz kështu ashiqare, fëmijë, gra, kështu siç ka bërë Izraeli në Palestinë dhe po synon të bëjë kudo, ai ti ver mirë gishtin kokës. E kupton? Se është bashkëfajtor në genocid. Ti je i sigurt, unë do t'i çoj kërkesë OKB-s që ai të futet në gjyq si bashkëfajtor në genocid Edi Rama. Ne bësh edhe këtë? Sigurisht që do bëj. Ka qenë një gjë që e ka thënë dhe se kanë bërë? Jo, po për çfarë sy do ta bësh ti? Po se është e vërtetë. Jo, që është e vërtetë, po. Po është e vërtetë Artiçun. Çfarë interesi ka tek ti domethënë? Interesi është që këtu të zhduket të gjithë ata që janë kriminal. Se ata janë aja e mos funksionimit të shtetit. Po na intereson ne shqiptarët. E thjesht fare Artiçun. Po mban këtë qendrim dhe ti do ta bësh këtë gjë. E thjesht fare Artiçun. Shteti shqiptar nuk funksionon sepse është totalisht i inkriminuar. Dhe kur këtu vinë njerëz që kanë qelluar mbi gra, mbi fëmijë në mënyrë të qëllimshme dhe vazhdojnë marrin prona, marrin biznese, kontrollojnë. Sigurisht. Po asnjë diskutim, po ata kanë marrë bazën e ushtrisë Artiçun. Ata kanë marrë ushtrinë, atë industrinë e armatimit.
që praktikisht nuk ekziston fare, po që gjasme ekziston, thjesht për të marrë para. Këta njerëz do sundojnë në të vend, po sundojnë praktikisht. E kuptoni ju që po bëhet apo jo? Domethënë, këtu nuk mund... Zjojme, po është fleme dhe pak. Fleme dhe pak? Unë isha në gjumë, me të parë me të bërë, jo, ti nuk shqetësohesh nga zhurmët e këtyre turistëve, jo. Jo fare, për të fjetur gjumë e kam jam gjumë fare, jo këtu më duhet melodi shumë e bukur, shumë e mirë, do unë e shijoj. Para, po na dëgjoni ju atje, dëgjoj. Atëherë këto fjalë drejtohen zotit Edi Rama, i cili e kam dëgjuar sot në radio, që në një mbledhje me këta partizanët e vet, kishte ndarë gëzimin e madh sepse nga Europa kishte ardhur një lajm shumë i mirë. Europa ka parë me sy të mirë për parimet që ka bërë Shqipëria në fushën e prokurimeve publike. Në dëgjoni mirë. Shpërndarjes së tenderave, lekëve. Po pra, po, kjo është. Te kalojmë edhe diçka tani ke spaku për shtat zyrtarët. Po pra, po unë do them këto që ti marrin vesh mirë sepse janë edhe kallëzim penale të tjera. Dhe ky kallëzim penal kap edhe natyrisht Leonard Cilopatin që i mbeti dosja më në fund në dorë. Në datën 15 gjykata e shkallës pare pruri vendimin e formës prerë në prokurorinë e Tiranës për regjistrim dhe ekzekutim, dhe regjistrimi kërkonte që të regjistroheshin të gjithë emrat: Genseko, Denis Dëralla, Kristian Kanakaris, Silvio Pedraci, Edmond Leka, Elton Çollaku, Suela Salavaci prokurore, Sokol Malaj prokuror, një 2 polic, Albert Pataj dhe Xhevair Bilaj, edhe ish punëdhënësim. Me sa di unë kanë qenë 12 emra që domosdoshmërisht duhet të regjistroheshin, së bashku me veprat penale, 6 vepra penale. Deklarim i rem para prokurorit, mashtrim kompjuterik, pastrim parash, marrje në mbrojtje të njëri tjetrit, fshehje transfertave dhe korrupsion. Të tëra këto vepra penale do të çonin detyrimisht në arrestimin e menjëhershëm të tyre. Po ata nuk i regjistruan fare. Dhe më thoshin mua që se duhet vi prokurori, të zgjidhet prokurori, dhe pastaj ai të urdhëroi vendimin, domethënë regjistrimin e vendimit. Komplet së prapti, se nuk ekziston fare. Vendimi i formës prerë ekzekutohet direkt, domethënë regjistrohet dhe ekzekutohet direkt. Tani, në datën 3 qershor, domethënë gati 3 javë më vonë, na vjen në prokurorinë e Tiranës Geron Saraçi. Geron Saraçi ka qenë punonjës në atë prokurori, IT. E kupton? Domethënë mjeshtri i kompjuterave. Dhe Geron Saraçi sot punon në Raiffeisen Bank. Domethënë Raiffeisen Bank e ka bler të gjitha sekretet e prokurorisë. E kuptoni ju apo jo? Po pse është kështu Angel? Pse e di të sigurt? Një profesionist. Dale. Jo. Ai ka qenë në prokurori. Prokuroria e ka nxjerr për ta marrë Raiffeiseni. Dhe ai ka ardhur aty, është takuar me Cindy Markon, dëgjoj mirë, sekretare në atë prokurori, që një ditë të bukur ajo e merr e fut brenda Geron Saracin, dhe një orë më vonë më thonë mua që dosja e shortuar për Anisa Qilimin. Po Anisa Qilimi kishte dhënë dorëheqjen, se kishte qenë 2-3 herë në konflikt me mua dhe kishte pranuar që ka thënë tani unë jam në konflikt me Anisin dhe është mirë që ta marri dikush tjetër dosjen. Dhe unë e çmoj si akt, të paktën në këtë lloj situate. Tani del Anisa Qilimi dhe Anisa Qilimi di që unë nuk do ta pranoja. E kupton? Domethënë gjithë ky veprim u bë me qëllim që për një kohë të gjatë të mos kryeshin veprimet për të arrestuar bankierët dhe për të kthyer parat. Tash çfarë ndodh? Pak kohë më vonë, Cindy Marko, ky personi që manipuloi shortimin atje, e kupton? U bë sekretare për prokurimet. E kuptoni juve? U shpërblye zonja. Ka marrë një vend pune në të cilin ajo mund të marrin para, mund të përfitoj legalisht. E kuptoni që kjo është ajo për të cilën mburet Edi Rama. Po mund të mburet kushdo kështu. Iqja lenkës, verja prenkës, merja engjlit, jepja uca të tjera të mbyllin gojen. Hajdu të risheshit. Si ka mundësi që nga Europa vjen kjo, domethënë kjo lloj lëvdate? Në ratë të parë njëre nuk ka ardhur akoma. Nuk e dim do. Rama nga goja vet. Në ratë të parë nuk ka ardhur nga akoma, të presi të vi. Pastaj shohim e flasim për të tjerat. Po që siç e ke shkruar dhe aty, po.
Këto ditëve të fundit është SPAK heton në aeroportin e Vlorës, 7 zyrtarë Po, pra. favorizuan kompanitë e Pacollit Si është fare, tani lidhet me këtë. për sa të njerë du t'ja themun që gjithë histori e Pacollit ishte një histori gjobvenje. Pacolli e dinte shumë mirë që mori vesh se nëse do t'i jepeshin para Angjëll Lukës, ju i qeshin parat qeveritarve më dhe të thash, dhe a i gjeti mundësin për të përfituar, ata të tërë ja dhanë vetë parat, ja shikoj emrat aty, ja kanë dhenë vetë ata. Ja kanë dhenë sepse... Po mi për ke loja e SPAK-u tani është loja, për është vërtet kjo që po i heton? Nuk e dim, SPAK-u dëgjoj këtu, duhet dish një gjë. SPAK-u ka prova, ka indicje, ka dokumentacion dhe bërë një punë të saktuar. Po sa kohë që SPAK-u e fshet të vërtetën e fundit, sepse kjo është e rëndësishme. Nëse SPAK-u do thotë që nesër do nxjerrin që dale, është kryer kjo vepër penale, është favorizuar filani. Për çfarë arsye? Shkoj deri në fund. Po pra. SPAK-u për shembull ka sekuestruar kush e di se sa para dhe unë po i kthehem edhe një herë të njëjtës gjë. Tashti këto para me të vërtetë janë të shtetit apo janë të individit? Po SPAK-u nuk e thot kur këtë. Nga dolen, nga dolen. Dolen me të vërtet nga shteti, për shembull si në rastin konkret që këta zyrtarët e ministrive më thënë ta që kanë qenë, që janë në atë pjesë që keti aty, domethënë që kanë favorizuar Bexhet Paçollin. Këto para që i janë dhënë Bexhet Paçollit nga organizmat shtetëror, nga ministritë më thënë të thash, këto i takojnë me të vërtet shtetit. Nuk diskutohet që i takojnë shtetit. Po ka të tjera që nuk i takojnë shtetit, janë vjedhur qytetarve. E kupton? Dhe duhet ju kthehen qytetarve, nëse nesër për shembull arrestohet një prokuror, i cili me gjobvenje ka marrë pasuri, ka marrë aktivitete, si që është rasti Sokol Malajt. Do t'i sekuestrohen, t'i kthehen. Do t'i kthehen muar, të individit pra? Po pra individit, Sokol Malaj në vitin 2011-2012, kur unë kam quar dosin për të parë për bankat, ka qenë krye prokuror, së bashku me Suela Salavacin. Kanë qenë 5 çështje në dorë dhe Suela Salavaci ka kthyer përgjigje vetëm për njërën. Dhe edhe atë shumë keq, po s'ka rëndësi, e ka kthyer për njërën. 4 të tjerët janë lënë fare në arrest. Pse? I ka fshehur Sokol Malaj, se ka marrë $1 milion asete. Si mund t'i kalojnë shtetit këto para? Ato më kalojnë mua, se unë jam i dëmtuari. Unë e kam kallëzuar, unë e kam përndjekur, unë e kam kallëzuar në KPK, a i ka dalë jashtë përdorimit, domethënë jashtë sistemit, dhe sot pasuri e tim takon mua. Sa ka shkuar borxhi që kanë ndaj teje tani shteti jonë e një? Shteti, atëherë ti ndaj mirë, se mos i kjo. Është një pjesë e borxhit që kanë grabitur banka dhe ajo më kthehet direkt mua sepse është imja. E kupton? Është dhe një pjesë e borxhit që ka shteti, çdo të thotë shteti. Sokol Malaj, Suela Salavaci, Adriatik Lalla, më the të thash, domethënë që kanë qenë zyrtar të shtetit, që kanë përfituar duke më dëmtuar mua. Shteti vetë në dijenin time. Unë nuk di që shteti vetë, domethënë për shembull të thënë që Angjëll sot kanë ardhur ta zëm $10 milion dhe ne këto do t'ja çojmë në arkën e shtetit. Atëherë unë do t'ja kërkoja shtetit. E kupton? Unë nuk di në asnjë rast mua nuk më shtën që Angjëll të kanë ardhur kaq para dhe po i marrim ne. Jo. Ata thonë që ti s'ke para. Dhe duke thënë që s'ke para, domethënë fshin parat që kanë fshehur bankat. E kupton? Domethënë unë këto pra shteti nuk ka para ndaj teje, por fsheh paranë që kanë këto të tjerë ndaj teje. Po pra, shteti drejt për drejt, shteti si shtet, Ministria e Financave apo Kryeministria apo ku diçka, nuk ka një gjë që ma ka marrë mua direkt që ta ketë deklaruar. E kupton, bile unë kush e di sa herë kam thënë. Se më thonë mua që jo paratë tua janë zhdukur nëpër banka, jo, paratë mia zhduken kur në momentin që banka më thotë mua Angjëll të kanë ardhur kaq para i firmën. Dhe pastaj shteti mund thotë, "Ore, Angjëll ti këto para nuk të takojnë ty, do t'i marrim ne." Atëherë unë kam të drejtë në ankesës dhe të kërkoj shtetit. Shteti në këtë drejtim nuk ka gjetimen. Këto i kanë individët, apo bankat, apo domethënë organizata të ndryshme që i kanë marrë në mënyrë si thuash privatisht, jo institucionalisht. Jo për shembull të thotë vendimi i gjykatës që këto para ka vetëm një shumë që është kjo 400.000 eurosha tani që kam kërkuar unë dhe ka kërkuar shteti. Po këto nuk janë gjetur shtetit dhe nuk janë gjetur mua, janë gjetur Ajdutit.
E kupton? Domethënë, në moment prokuroria nuk është se pretendon që po t'i marrim ne ty se takojnë. Prokuroria thotë që po i marrim ne se këto kanë qenë të asaj, ti s'ke lidhje. E kupton, domethënë situata është çik ndryshe. Kështu që ato para që kërkoj unë, nuk i kërkojnë shtetit, arkës së shtetit, i kërkojnë xhepave të atyre që mi kanë marrë. I kërkojnë llogarive bankare që kanë përvetësuar dhe që kanë shkatëruar provat. Është e specifikuar në vendimin e formës prerë që të merren, domethënë të merret dosja e emetimit të kartave debitit që është në bankën Intesa San Paolo në rrugën e Elbasanit dhe e kanë zhdukur atë dosje. Pse e kanë zhdukur? Sepse atje janë të paktën 3 karta debiti që janë emetuar në emrin tim, po i ka futur në xhep dikush tjetër dhe me këto karta debiti kanë marrë parat. E kupton, dhe unë e di edhe. Ata nuk janë njerëz rastësor, janë njerëz. Po s'ka asnjë lloj mundësie që të jenë bile do ta them publikisht. Unë kam bërë kërkesa për emra të caktuar që kanë qenë zyrtar të bankave dhe që tani nëpërmjet të afërmeve të tyre dalin biznesmen miliarder. Edhe gjyqtar ka të tillë, edhe prokuror ka të tillë. Që vetë janë gjyqtar, po kushuririn, vllajin, baban e kanë biznesmen miliarder. Si mu të presun nga ata që të bëjnë drejtësi? E kuptoni? Kështu që i thoni atij Edi Ramës, nëse i ka mbetur një fije respekti për veten e vet dhe për këtë vend, ai duhet të bëj. E ka zënë bargu. Po pra, e ka zënë ajo gjëja. Ai duhet të kuptojë që ky vend ka nevojë për njerëzit e vet për të huajt, jo për të huajt. Jo për të huajt. Jo për të huajt. Ka nevojë që njerëzit e vet, se me që e thamë tash, se po vinë dhe biznesmen nga diaspora tani. Ka nesër pas nesër. Një kështu edicion i 4 i diasporës, ku diaspora e kupton shumë mirë që ky vend nuk ju takon atyre. Ata vinë për të parë këtu. Mos fora shumë. Ça? Mos fora shumë. Unë flas si të më doj kokërza e qefit. Do ta diskutojmë herë tjetër çfarë tha Angeli për diasporën. Se është interesante, kam vështrimi, kam përshtypjen. Yes. Ju përshëndesim deri atëherë miq. Ndoshta do ta kemi shumë të shpejt të takimin tjetër, kështu që të jeni mirë, kujdesuni për veten, për ata që ju rrethojnë dhe shihni pak më ndryshe, siç e them gjithmonë. Dëgjojeni një herë këtë njerëj, të paktën një herë, se po dëgjohet një herë, keni për ta dëgjuar gjithmonë. Kështu e kam thënë dhe kështu është vërtetuar dhe me ata që kanë ndjekës besnik të vetit. Por thirrja e Angelit vazhdon për kontributin tuaj ndaj këtij njeriu për të çuar përpara misionin që kanë nisur, jo vetëm për vete, por për gjithë shqiptarët. Të mos harrojmë që ai Edi Rama bashkë me miqtë e tij të poshtër atje ku i ka në përbot, kanë mbyllur Facebookun, Instagramin, Messenger dhe këta e ka bërë pikërisht që të mos dëgjohet fjala, që mua të më ndërpriten të gjitha lidhjet që kanë pasur atyre familje, miq, shok dhe historiku i kësaj marrëdhënie. Pikërisht historiku i kësaj marrëdhënie. Mos harroni që për ta manipuluar. Mos harroni që ajo ngjarje që ku ai është ulur në gjunjë këtu në datën 15-16 maj të 2025-s, ka ardhur një javë, pikërisht një javë pasi këtu ka ardhur Giro d'Italia, ciklistët, dhe unë e kam hedhur atë pikërisht me kundërshtinë e madhe që Giro d'Italia nuk mund të zhvillohet në Shqipëri, sepse njerëzit kujtojnë që Shqipëria është territor italian. Siç kujtojnë për qendrën e Gjadrit, siç kujtojnë për lungomaren e tjera. Këto janë veprime të qëllimshme që për ca njerëz nuk kanë bërë Shqipërinë. Po pra, për ca njerëz nuk kanë kuptim. Po për ca njerëz janë ata që manipulojnë komplet opinionin botëror. Dhe i trembin shqiptarët, ju thonë që ku ka Shqipëri, s'ka Shqipëri. Ja, këtu Itali, atje Greqi, atje Izrael. Qa bëni, Po si mund të lihet industria ushtarake në duart Izraelit? Kur gjithë bota e di që Izraeli është vendi i spionëve. E kanë të shkruar në ballë ata po sundojnë Amerikën, mendoni çai bën Shqipërisë. Dhe kjo është thirrje për ata emigrantët, domethënë diasporën që do vinë nesër këtu, që ta kuptojnë se ky vend duhet çliruar nga të huajt. Ky vend duhet i përkasë shqiptarëve. Nëse do të ndihmoni, mos ndihmoni Edi Ramën që këto para do t'ja u çoj prapë në dorë të tuajve, po ndihmoni njerëz si unë
që luftojnë për drejtësi dhe që për ta bërë atë vend ku ju të jetoni dhe të ushtroni aktivitetin tuaj në mënyrë të lirë, të plot, të pashkjetësuar, të barabartë para ligjit. Po Engjëll, këtu tani, këtu, ja aty. Afro dhe pak më kështu që të kemi Skënderbeun mes. Ai Skënderbeu e di shumë mirë se çfarë po ndodh, ti jeni të sigurt.